Jam shumë e madhe hamletiane, që të thoja nuk kam qef familje, nuk do të thoja dot që nuk e kam qef familje. Sa është probabiliteti që unë të krijoj një familje klasike, familja vetes time jam dhe unë. Se unë kam koncept ndryshëm për familjen, por ta lëm një temë tjetër. Sa është probabiliteti shumë i pagët. Sepse do të gjesh bashkëudhëtare për jetën. Jo seks të mirë 6 muajt e parë, pastaj bëhesh shunitezes, pastaj fillojnë më merr pampersat e gjitha, pastaj fillon shkoj se ke fajin ti që ke ndryshuar. 20 vjeçin, që kam bërë vendime dhe 20 vjeçet apo 19 vjeçet që isha totalisht në id, isha në dua, në ego, po nuk e falë të vetës 32 vjeç, nuk bëj gabime idiota. Në kështu do më thuash po 42, do jetë ai 42 vjeçari do jetë dakord me këtë tanishme? Besoj se do jetë update, nuk e se do ndryshoj shumë. Do jetë updateuar. Versioni 2.0.